Shëndetje shenja e demit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavën 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 10 monedat, asi i monedhave, faqa e monedhave dhe 6 monedat. Energji vetëm e monedhave, energji toke. Ju hyni në këtë javë me energji stabiliteti. 10 monedat flet për themele, për siguri financiare, ndjenjë përkatësie ose dëshirë për të ndërtuar diçka afatgjatë. Ju nuk jeni më në fazë eksperimentimi, pra jeni në fazë ndërtimi. Asi i monedhave sjell një mundësi reale, diçka konkrete hapet për ju. Mund të jetë një ofertë, mund të jetë një projekt, mund të jetë një investim ose fillim i ri praktik. Është energji që mund të preket, nuk është vetëm ta ëndërrosh si energji. Pra është një energji reale. Faqa e monedhave ju përfaqëson ju këtë javë. Pra duket se jeni serioz, të përqendruar, gati për të mësuar dhe për të investuar energji në diçka që do të japë fryt. 6 monedat flet për balancë në dhënie marrje. Ju ose do të ndihmoni dikë, ose do të pranoni ndihmë. Megjithatë, nuk duhet të jepni më shumë se sa merrni, sido që të jetë skenari i vërtet. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për ju këtë javë. Nga ana intuitive, unë do të thoya se Zoti po ju teston nëse jeni gati të mbani më shumë përgjegjësi. Ju jeni, por mos e bëni vetëm. Pra mos e mbani të gjithë përgjegjësinë vetëm ju. Kartat këshillojnë që të pranoni mbështetje, investoni vetëm aty ku ka reciprocitet. Mos e shpërdoroni energjinë tuaj për gjëra të përkohshme. Kalojmë tek familja. Në familje kemi faqa e shpatave, asi i kupave, 9 kupat dhe 10 kupat. Në familje ka komunikim. Faqa e shpatave flet për biseda, për pyetje, ndoshta edhe një situatë që kërkon sqarim. Mund të ketë keq kuptime të vogla, por jo armiqësi. Megjithatë, faqa e shpatave mund të jetë edhe dikush në familje ose ju sikur kërkoni informacion të hollësishëm ose detaje ose hulumtoni për diçka që ju intereson juve ose në një pjesëtari në familjen tuaj. Pra është ajo ndjesia e kërkimit ose hulumtimit ose e përgjimit. Pra dikush kërkon të di diçka më tepër. Asi i kupave hap një fillim emocional të bukur, pajtim, falje, afrimitet, ka një hapje zemre. 9 kupat dhe 10 kupat janë karta shumë të bukura. Ato flasin për përmbushje, harmoni dhe ndjesinë e tipit jam në vendin tim. Pra mund të ketë moment emocional që ju mbush me mirënjohje. Nga ana intuitive do të thoja se një bisedë e sinqertë do të krijojë më shumë afërsi se sa heshtja. Kartat këshillojnë të mos e lini mendjen të ndërtoj skenar, pra me faqen e shpatave. Flisni qartë, por me zemër të hapur. Familja këtë javë është baza juaj. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi mbretëresha e shpatave, asi i shpatave, 8 shpatat dhe bum, kulla. Në dashuri, energjia është shumë e fortë nga ana psikologjike. Mbretëresha e shpatave ju kërkon kthjelltësi dhe maturi emocionale. Kjo nuk është javë iluzionesh, është javë të vërtetash. Asi i shpatave sjell një zbulim, një bisedë të fortë, një moment ku diçka thuhet pa filtra.
8 shpatat tregon ndjesinë e bllokimit, por ky bllokim është psikologjik. Ju mund të ndiheni sikur nuk keni zgjedhje, por në fakt keni zgjedhje, por keni frikë nga pasojat e zgjedhjes. Kulla është tronditje, është e dhimbshme. Ajo rrëzon, por rrëzon vetëm atë që nuk ishte ndërtuar mbi bazë të fortë. Nga ana intuitive, unë do të thoja se ju mund të përballeni me një të vërtetë që e keni ndjerë prej kohësh. Ndoshta keni heshtur, ndoshta keni toleruar, ndoshta keni mbajtur diçka brenda. Kjo javë nuk lejon mbështyrje. Nëse jeni në lidhje, një bisedë e fortë mund të ndryshojë dinamikën, mund të rrëzojë iluzione, por do të ndërtoj sinqeritet më të madh. Nëse jeni vetëm, mund të kuptoni që keni qenë në një gjendje të bllokuar nga ndonjë mendim ose mendime, pra nga ndonjë person i së kaluarës ose ndonjë frikë që ju ka penguar të hapeni. Kartat këshillojnë të mos keni frikë nga e vërteta. E vërteta çliron. Çfarë do të bjerë këtë javë? Do të bjerë sepse nuk është e qëndrueshme ose nuk ishte e qëndrueshme. Ju meritoni qartësi dhe jo ankth. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 6 shpatat, mbreti i monedhave, heremiti dhe gjykimi. Në punë shfaqet tranzicion. 6 shpatat tregon largim nga stresi ose nga një situatë e lodhshme që ju ka lodhur kokën. Mbreti i monedhave është shumë i fuqishëm për ju si dëm. Kjo është energji e stabilitetit, e suksesit financiar dhe autoritetit. Ju mund të merrni më shumë përgjegjësi ose të vendosni një standard të ri për veten. Heremiti tregon reflektim të thellë. Një vendim i rëndësishëm kërkon qetësi. Gjykimi është thirrje. Karta e gjykimit është moment zgjimi profesional. Mund të jetë një ofertë, mund të jetë një vendim për ndryshim drejtimi, ose realizim i brendshëm që mund të ndjeni ju vetë, domethënë brenda jush që tani është koha, sikur e ndjeni një thirrje brenda jush të kësaj natyre. Nga ana intuitive, unë do të thoja që ndoshta ju do të lini pas një mënyrë të vjetër të mënyrës se si punoni. Një nivel më i lartë po ju thërret. Kartat këshillojnë mos të merrni vendime nga presioni, reflektoni, më pas veproni. Kjo javë mund të jetë pikë kthese në punë për ju. Kalojmë në prizëm orakull ku kemi ankth. Ankthi lidhet kryesisht me sferën e dashurisë dhe mendimet e tepërta. Ju mund të analizoni çdo detaj. Nga ana intuitive, unë do të thoja që ankthi për ju është shenjë që po dilni nga zona e rehatisë. Pra, nuk është paralajmërim dështimi, është shenjë që ju po rriteni. Kartat domethënë këshillojnë që të mos lejoni mendjen të krijojë histori që zemra nuk i ka konfirmuar. Merrni frym thellë. Mbase do të ishte më mirë të shkruani mendimet tuaja, sepse qartësia vjen kur ndaloni së luftuari me të vërtetën. Në mënyrë të përgjithshme, unë do të thoja që kjo javë ka 2 shtylla për ju. Stabilitet material dhe rritje reale. Përballje emocionale me të vërtetën. Pra ju po ndërtoni, por edhe po pastroni. Çfarë qëndron, do të forcohet. Çfarë do të bjerë,
nuk ishte për ju. Në fund të javës, më besoni, ju do të ndiheni më të pjekur, më të qartë, më të rritur dhe më të fortë. Paçim!